Që prej nisjes së luftës në lindjen e mesme, çmimi i naftës në vendin tonë ka pasur një rritje prej 24%. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj në një konferencë për mediat tha se çmimi i naftës është në monitorim të vazhdueshëm dhe se çmimet tavan do të caktohen nga bordi i cili është mbledhur një ditë më parë, pasi që vendosi që nafta nuk do të tregtohet më shumë se 203 lekë për litër. Dje ne mblodhëm bordin e transparencës së bashku me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe antarët të tjerë të bordit, drejtorit tatimeve, drejtorit doganave, përfaqësues nga Ministria e Financave dhe përfaqësues nga tregtarët kryesor, nga 5 tregtarët kryesor të shumicës dhe të pakicës, me qëllim diskutimin për çmimet dhe vendosjen në bazë të legjislacionit në fuqi të çmimeve maksimale të tregtimit. Mekanizmi që përdoret është një formulë e cila është e bazuar në aktin normativ të ndërmarrë në vitin 2022, kur kishim një situatë të ngjashme, e cila bazohet në çmimet e ditore të bursës të një dite më parë dhe bëhet një llogaritje mbi të gjitha kostot e tregtimit të karburantit, duke i shtuar një marzh 3 lekë për shumicën dhe 12 lekë për pakicën. Marzhet në fakt që kur u kalkuluan në formulin që u kalkuluan në vitin 2022 janë marzhe minimale, nuk janë marzhe fitimi, por janë marzhe të përballimit të shpenzimeve kryesore që kompanitë kanë. Ne me ngritjen e bordit të transparencës do të vijojmë të jemi në monitorim të vazhdueshëm të çmimeve. Qëllimi ynë kryesor është që në një situatë kur çmimet po rriten në mënyrë të vazhdueshme, ne të jemi transparent mbi çmimin dhe të mos lejojmë asnjë abuzim apo spekulim mbi çmimin për konsumatorët. Të njëjtin E pyetur për masat e qeverisë lidhur me rikthimin e çmimeve të naftës dhe produkteve ushqimore, Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se bordi i transparencës do qëndrojë derisa çmimet të rikthehen në nivelin e parakrizës, si rrjedhoi e ndryshimit në bursë. Sa për ndihmën ndaj shtresave në nevojë, Ibrahimaj tha se në rast se do të nevojitet ndërhyrje, nuk do të ndryshojë çmimi i energjisë elektrike. Në produktet e shportës nuk është shfaqur ende një rritje konsiderueshme, tha ministria.